Ajo që është me nësi është që përdesa problemi me orën pa leja shumë shtirë muzell si tillë, për shkak se është shtirë institucionet me mbledh gjitha ato orën. Po vrasja është një fenomen jashtëzakonisht shqetësues që ndodh më shumë në ato shoqëri ku mungon kontrolli shoqëror dhe institucional. Problemi i orëve me pa leja është problem i cili është vështirë mu eliminu si tillë. Megjithatë, poseduesit e tyre duhet të dhajnë përgjegjësi për këto armë, qoftë jo vetëm për shkak se posedojnë armë pa leje, por edhe për mënyrën qysh ata i posedojnë, për shkak se këtë rast do thotë ky riu mbase edhe ka pas akses në armë të cilën nuk e ka bler vetë. Kështu që personi përgjegjës i cili e ka pas këtë armë do të jepet llogari, po ajo që është me nësi është që përdesa problemi me orën pa leja shumë shtirë muzell si tillë, për shkak se është shtirë institucionet me mbledh gjitha ato orën. Ajo që duhet me bë është nga ana e institucioneve me punu më shumë me të ri për me adresu problemin e dhunës. Po këtu mendoj që do të pas më shumë policia në komunitet. Policia në kohë ka pas si ide me zhvillu këtë inteligjencën që bëron nga komuniteti dhe mendoj që kjo është e domosdoshme për me i parandalu herët këto incidente. Policinë nuk do ta shohim si instancë e fundit kur e parandalimit të incidente kur ato shkaktohen, por do ta kemi një bashkëpunimi mes komunitetit edhe një palë, qoftë në këtë rast policia, apo mund të ketë edhe mekanizma komunal, apo task forca të ndryshme që mund të krijohen nëpër komuna, që do të mirëshin me zgjedhjet e këtyre problemeve, identifikimin e zgjedhjet. Po ky do të jetë alarm për krejt shoqërinë, pra sepse krejt shoqëria është përgjegjëse kur ndodh një vrasje. Institucionet e arsimit duhen me qenë të alarmuar, sepse këto janë vrasje mes të rinjve, të cilët ende nuk e kanë arritur një formim të duhur kulturor prej sistemit arsimor, edhe kjo tregon që sistemi i arsimit teknik po dështon. Pra po dështon sistemi i arsimit publik për me kriju një kulturë kështu më emancipuese, e cila kishte mi parandalu këto vrasje. Po vrasja është një fenomen jashtëzakonisht shqetësues që ndodh më shumë në ato shoqëri ku mungon kontrolli shoqëror dhe institucional. Pra një shoqëri e frustruar, një shoqëri e cila nuk e ka komunikimin si mjet për zgjidhjen e problemit.